Pavarësisht Partia Demokratike ka vënë më të mirën e tyre. Por pse i humbi zgjedhjet? Mos i futemi asaj pjese. Pse? Normale do t'i humb zgjedhjet kur reforma zgjedhore dhe reforma territoriale janë bërë gabim. Me dashje pa dashje nuk i hyj kësaj pjese. Ke një reformë territoriale që ty të vinë nga komunat, të vinë vota të cilat e përkthejnë, e thyejnë qytetin. Ke një reformë zgjedhore që do s'do i fusin gjëra të tilla për ta kthyer rezultatin në mënyrë të tillë. Kështu që nëse duan të bëjnë gjërat mirë, hajde të diskutojmë mirë. Zgjedhjet Partia Socialiste i fillon që i fiton që në qershor të 2021-shit, duke abuzuar qoftë me buxhetin, qoftë me oligarkët, qoftë me ligjet, qoftë me çdo lloj abuzimi. Marrëveshjen e 5 qershorit. Po patjetër, po, dhe deri në Pra 2025. nga Kjo po them pra, dhe janë ca gjëra që duhen parë çik më gjërë. Tani, unë dhe zoti Shara jemi në nivel lokal. Pavarësisht që sa do lloj përplasje kemi në nivel lokal, neve pavarësisht gjërave të tjera ne jemi opozitar.